أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirbërësit. Falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit e botrave, mëshiruesit, mëshirbërësit, sunduesit ditën e gjykimit, përgjegjësisë, shpërblimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. O Zona, forcona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre që kundër vetes tërhoqën hidhrimin, i as në atë tyre që humbën veten. Surja Fatiha, e cila ka shumë emra, quhet nëna e Kuranit, Umul Quran, Sebul Mathani, shtarqe e përsëritshme, hapsiam. Tregon një dietar i njohur që kishte qenë në udhtim dhe gjeti shërim me surën Fatiha, duke kënduar surën Fatiha në një enë me ujë dhe duke i la sytë dhe duke pi ata ujë, gjeta shërim, thot, me lejen e Allahut. Surja Fatiha është udhëzim, është shërim, është qetësim për shpirtin dhe zemrën e njeriut. Nuk ka namaz pa Fatiha, sepse gjatë namazit ne duhet ta knojmë surën Fatiha. Surja Fatiha ka shumë bekime, ka shumë mirësi, andaj lumaj njeri që e lexon sa më shpesh, sepse Allahu i shton bereqetin, i hap rrugët e hajrit dhe të mirave dhe jep begati e mirësi pafundësisht.